Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do s'kem një zonjë këtu në live me Odetën, është nga Vlora, e cila kërkon të reagoj pikërisht për zonjën Mariana Begaj, një emër i dëgjuar për të gjithë ju që i ndiqni live-et e mia, nëna e 3 fëmijëve e cila u zhduk dhe humbi çdo lloj kontakti për shkak të konflikteve dhe dhunës që kishte nga ish bashkëshorti i saj në qytetin e Vlorës. Në fakt ka qenë motra e Mariana Begaj, Mariola, e cila ka kërkuar ndihmën e live me Odetën për të denoncuar humbjen e të motrës dhe ka treguar historinë e dhimbshme të saj se si dhunohej nga bashkëshorti. Në qershor 2022 ka folur dhe s'kemi folur me asun as familja ime të gjithë. Por çfarë ka ndodhur? Si ke humbur kontaktet me motrën? Motra i faktikisht është e divorcuar, ka 3 fëmijë. Po. Dhe fëmijët i ka lënë si që divorcua, se ishte martuar në Vlorë dhe ai pinde, rrinte dhe u ndan. Ajo i mori fëmijët, 3 fëmijë, ka 3 fëmijë, 2 djeme i vajzë. I mori dhe i çoi tek shtëpia e fëmijës, Biberalulli, kërkoi ndihmë, kërkoi një vit urdhërmbrojtje. I çoi fëmijët atje dhe tu sistemuai një vit, kërkoi urdhërmbrojtje, mbaroi një vit urdhërmbrojtje dhe shteti e nxori. Qendra atje ku rrinte e nxori, thanë fëmijët do t'ja zhurmë neve, ty nuk të ashtu dil punove. Doli punoi, kishte iku me sa shoqe, kishte iku në Kosovë, punonte në Kosovë si kamarira, si banakira, nuk e di si punonte, se nuk fliste shpeshherë, pastaj që ku iku nga Tirana, nuk fliste shpeshherë me mua. Me ne, nuk kishte shumë kontakte. Dhe gjiku iku andej ai një ralloj telefonatet me ne. I ralloj sa në qershor 2022 foli, pastaj erdhi nga ajo nga Kosova, erdhi dhe ajo iku, pastaj gjithë ato momente ajo ndërpreu telefonatat me ne të gjitha. Si, u divorcoi për shkak të dhunës, sepse ndodhi dhe vllai atje në vllai që gjete vllajt e motra, që i sa, hajde i sa burrë sa i pinte edhe ato, ajo kishte 3 fëmijë, ajo vetë nuk punonte dot, punonte ai dhe ato që punonte i pinte. Zbinte lek shpime, rritëshin ata fëmijë herë me bukë herë pa bukë. Edhe një natë bajti vllai atje, te motra, i tha, e mori telefon motra, i tha hajde, Maksime kishte ai, hajde i tha se ka ardhur kunati, ka ardhur vllai, tha Noli. Ai kishte sharm me gjithë në telefon. Kishte sharm, më fal për shpend me gjithë vllajt, i tha. I kishte thënë vllai, kishte dëgjuar për momentin, ose ja kishte thënë kjo, se kjo as i motës do të fut vllai në sherr. Po e kishte dëgjuar nëpërmjet telefonit. Erdhi ai, pastaj ishin zënë. Ai iku në burg, vllai i mbëri pastaj 5-6 muaj burg, pastaj doli i pafajshëm. Ndodhi gjykatë e Vlorës të pafajshëm. Se denoncimi në polici në momenti që u dhunuan me njëri tjetrin, kush e bëri? Denoncimi në polici e bërën ata, e kishin bërë dhe ata dhe ne në kosisht këta e bërën, edhe vllai dhe ai kishte bërë denoncim për vllain njëkohësisht. Dhe të dy këta u futën brenda, motra i ngeli në spital vetëm. Unë se ndihmoja do, se edhe unë si isha mirë ekonomikisht, edhe unë isha në Vlorë, se ajo i martuar në Vlorë, edhe unë isha në fshatrat e Vlorës. Dhe unë nuk e ndihmoja dot në ato momente, se sa u martova te burri dhe nuk mund t'i thosha dot burrit sa u martova atë ndihmo ti motrën time. Po, e kishte rrahur, ose ajo një shkurtër ishte e dobët edhe ai kishte rrahur. Ose ai vllai ndërhyrja aty se s'do bënte ashtu. E kishte rrahur, përfundoi në spital, e kishte dhënë dokteri, ndoshta e kanë dhe këta të televizioni i Vlorës kishte ardhur, kishte filmuar, televizioni 6+1 i Vlora, e kishte filmuar motra e xhenxhir, ndonjë në Vlorë, ajo ndonjë një javë, më shumë. Por telefonatën e fundit me kë e ka realizuar ajo? Me ju, me motrën e vogël apo me nënën e saj? Telefonatën e fundit ajo fliste me motrën e vogël, po motra e vogël ka 2 javë që më ka vdekur moja te njëra i frakt. Shëllime. Tani sa mushi mami 6 muaj, edhe më që motra e vogël njëra i frakt. Më fal, sinqerisht nuk e dija. A më ju betë si ka më shpirtin. Sa e dhimbshme. Zemër bëu e fort.
Mirë për ne, po për fëmijët, edhe për ne, pse ne jemi familja saj, kush është? Një telefonat jam mirë ka, që se një diçka, ajo, është e humbur për ne, është zhdukur, nuk e ti, se mund sa e ka ndonë, ndoshta e ka vrarë, e ka hedhur me ndonjë kanale, s'dëgjoj njeri, ku dihen, se çfarë po dëgjojmë, atë çfarë po bëhet. E dëgjuam një motor që ishte në kërkim të motrës, ku tregoi të gjithë vuajtjet që kishte kaluar pikërisht në qytetin e Vlorës me bashortin e saj. Fal zotit, Mariana Begaj është shëndoshe mirë, është gjetur, është në Kosovë, por kushurira e ish bashortit të saj sot kërkon të reagoj për treguar një version tjetër të historisë, duke pretenduar se gjithçka që Mariana Begaj dhe motra e saj kanë treguar këtu në live me Odetën nuk ka ekzistuar. Por për ta rikujtuar edhe një herë historinë, dua të prezantoj këtë material të shkurtër dhe rikthehemi. E dashur Mariana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, unë përshëndes të respekt, Zemër, por më ke s'ka shkon më për mua. por çka ka ndodhur me ty se prej vitit 2022 familja të kërkon, je e humbur. Se unë kam pas një aksident, kam qenë komaj, 6-7 muaj. Oh, Se unë kam qenë në jam shtetin e Kosovës, në shoqatën e grave jam kënë, nga Tirana, se ndolli problemi me ish burrin, me maskaran që më shkatroj jetën, më masakroj, që unë detyrova çova fëmijët, shtëpinë e fëmijës, ka qenë shumë kohë kjo, unë po bëj 15 vite tani që jam darë. Kam qenë moshe vogël edhe e di shumë mirë, këtë qendra e Tiranës e dhunës grave. Falë se unë s'jam mirë, edhe detyrova më kanë lidhë me qendrën shoqatën e grave të Prishtinës, shoqata jonë e Tiranës. e dashur, Mariana, por pse nuk e folur me motrën për gjatë këtyre muajve? Kam folu që unë mund të kem pa folu një 8 muaj, 9 muaj para se ajo të ndronte jetë, se ajo ka ndru telefonin dhe unë s'kisha ku me gjetë. Këtë tjetrën ishe në Itali dhe nuk e dija fare adresën. Më shumë flisja me këtë të voglë, më shumë isha marrëdhëniet me këtë. Por ti e ke mësuar lajmi që ajo motër ka vdekur dhe nëna? E mësova, e kam mësuar, dhe unë që ati që e kam mësuar, nuk jam men Terezi, jam smur se unë jam, normal e kam bërë aksident dhe unë trënditem shumë, ma dhe po më shikon si jam bërë. Po, për arsye se nuk kisha mund ku të kontaktoja me, se motrës po i pjam telefonit, s'po ma qelte, nuk po ma të telefonin. Këta tjetër unë se dija fare që adrese kisha, se i ndrojnë adresa, da e të kuptu. Edhe unë kam qenë në komaj, këto kote fundit që një 8-9 muaj kështu unë s'kam folu fare me familjen e vërtetë, është unë s'dej të rej, por edhe probleme që kemi pasu, E dashur, ke 3 fëmijë jetimore, nuk t'ka marrë malli për ata që kanë vite pa të parë? Nuk kam vite se ata i kam takuar unë, ajsa kam pasu mund të i kam shkuar. Kur i ke takuar për herë të fundit? Për herë të fundit ka qenë vjetë në verë, mos gaboj. Vjetë në verë ka qenë, që unë ka vajtur. Pra, ti ka ardhur vjetë në verë, por s'ke takuar familjen tënde, vëllezrit, motrat? Jo, nuk i kanë takuar. Kur ka marrë në Zvicra, mua më ndolli aksidenti. Edhe unë isham gjene kome, as di as vetë. Ku e kreve aksidenti? Në Kosovë ndodhi aksidenti? Po. Kur dal në komaj, unë marrë motën telefon, nuk ma hap të telefonin. Marrë mamin, s'ma hap të plaka. Edhe këto mirë jam. Kjo... Por fatkeqësisht... në adresën e jam. Fatkeqësisht ti merje motrën dhe mamin, por ato të dyja nuk jetonin më. Po. Unë mirë jam ato pa të s'po jetonin me dhe unë nuk dijem që shenë bërë. E pa hajtë se me menet fletu, hajtë se mirë janë. Këte nuk e di jam unë, adresën se qupës, Mako, Mariolës jo, se unë shumë kisha marrëdhëniet mira me këte. Po Mariola është motra jote. Mariola është motra jote. Ti s'ke marrëdhënie të mira me motrën? Jo, kam pasu, po më shumë kam pasu me këtë se ka qenë shumë nga të meje kjo, a e të kuptu. Në të mirë të keqe ku unë kam pasu vështirësi në jetën time, kjo ka qenë më afër meje.
Gjithmonë ka qenë, më bëni me qesh, nuk më lini me umërzik, telefoni çdo sekond nuk rrinë pa folu bashk, flisim bashk, më kupton, çdo gjë unë me këtë flisjam, të mirë, të keqe, së rretës, me kjo ishte larg, a të kuptu? Kjo tjetra ishte larg. Me të vogël. E dashur. Unë s'po e përballoj punën, këtë shosi jam bër, as në punë nuk shkoj, as në gjë, nuk di më çfarë do bëj. Nuk po muin pak zemrën plag e kam. Po mendoj ku me marrë të qoj fëmijë, stabilizohem, qikoj dhe unë, mua më rahalli mi mas. Odeta, hajde nona, më dhem shpirtin bëm, po nona ishtë mosha e madhe që dihet që të venit do shkonde, që po flatë kështu. Se ku kam qenë unë e vogël dhe kam pasu fëmijët në vështirësi, mua jonen nuk ma ka hapu derën. Se të rrijam aty bashkë me fëmijët. Po më ka thënë vete more burrin be qa duesh. Shkova te qendra e Lunës grave, pastaj detyrova dola vetë një jetë. Unë i kam ndihmuar ataja, unë i kam ndihmuar me financa. Unë i kam ndihmuar. Kam bërë që mos që unë t'i ndihmoja vllajin, familjen, ama pavarësisht nona më dhem zemrës, ama më shumë më dhem për motrën. Nona di që plak ishte, iku në atë mosh. Dë vetën atë mosh, unë tani kam një në 38 vjetë. Dë vetën atë mosh si nëna ime 60 ca vjetë, kush është për mua, po. Mua më vjen shumë për motrën se ishe e re. Me rena unë. Ku jeton sot? Je mirë? Unë jetoj në banesë, me ndihmën e shoqat të grave. Po, e shikoj. Jam në banesë, me ndihmën e shoqat të grave. Ama mu fundosi motra që kur e ka marrë vesh që 2 javë, as po pisë, unë smur jam, unë jam smur për vetë, unë jam anomi pa gjak, më kupton, jam shumë emocionur tani, shumë e stresuar, vetëm rritu qajt, më del motra në ende se po të themi e kam dashur shumë atë motër. E kam rritu unë atë, e kam dashur shumë. E dashur Mariana, ti aktualisht jeton e vetme, ke nisur një jetë të re, ke një partner të ri? Jo, unë nuk kam as burr, po jetoj me forcat e mia. Ama unë tani më fundosi motra, mase më ke parë fotot e mia si jam, si u jam bërë, për 2 javë. Unë jam dobësuar vetëm nga motra. Nuk e prisjam, nonën e prisjam. Nonën e dijam se nëna ti do shkonde, dijam se vajti në një mosh. Ama më dhem zemra po s'kam qa me bos. Ajo nënës më ka dalë mua më ka lënë që unë arrita sot kjo ku jam, me forcat e mia. Se të kishe qenë nona, Odet, nona ime të kishe qenë, të më kishe marrë me fëmijë, unë nuk kisham qa të bëjam. Më vjen keq, ke bërë një aksident. Unë do bashkojmë se unë probleme ka me burrin Odeta. Unë do t'i mira fëmijët tani do ikja në Zvicër se me qendrën e Zvicrës më kanë ndihmuar këto shteti i Kosovës, po firma ati duesh. Ai mua më ka marrë para 3-4 muaj më ka kërcënuar. Unë po them nuk di çfarë bëj. Na kjo arsye unë jam pengur dhe në Shqipëri, se them unë del më vret. Se më ka thënë ajo që kur ka ndodhur problemi ka qenë dhe vllavi im atje. Edhe vllavi im nuk e ka qelluar, vetëm na ka mbrojtë. Mua ai masakronte çdo ditë sekond. Unë ikjam, vijam, për të mirë kthehesha në atri fëmijëve, mira fëmijët. Tani mua i para ca muesh më ka kërcënuar, më thoshte vetëm në të gjefsha, ose merri fëmijët, hajde pajto me mua, që të marri hakën mua, kupton? Unë frika ime me madhe është që unë të marr fëmijët, firmën ai nuk ma jep. E kuptoj. I thash, merri ti fëmijët o burri, i thash, ose unë me ty me mund ka marrë çdo gjë, i thash, jemi 15 vite të ndarë, i thash. Uroj të bashkosh me fëmijët e tu, dhe ti jesh një nënë e lumtur. Ama kjo motra më futi në vetë, kjo po më preu kretë kërat, këte doja më shumë. O teta nuk di që të bëj. Shoqërinë e madhe që kam këtu, se normale kam biznesin. Biznesi im nëse si janë punë, unë puntohet e mia vetëm me anë time a shumë, po më lidhen këtu. Qa i bërë kështu, se më kam para ajo vajzë e bukur, e shkata, se unë jam shumë e shkallë të ezjuar. Qa jam dajam që të fitojam të isham vetë vetja. Nuk dojam të zjasjam dorën kërkujt Odeta. Unë e kam ndihmuar familje. Unë e kam ndihmuar. Unë i vllaj që kam, për çdo se e kam bërë, ai po i burgjeve.
Unë e kam ndihmuar se unë ape do ta ndihmoj prap, do vi natën 25, unë nise për Shqipëri, ape do ta ndihmoj. Do shkoj te fëmijët, do shkoj tek ai, se kam vëlla. Dhe uroj që të vish dhe takosh sa më shpejt me fëmijët. Mirë, mos qaj, mos lotoj. Forca për t'ja dalë dhe për të përballuar të gjitha këto problemet, të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Edhe unë të dua shumë të përqafoj, kalofsh mirë. Mirupafshim, e dashur. Por kushurira e ish bashkëshortit kërkon të jetë sot këtu në live me Odetën me një kusht të vetëm që imazhi i saj mos të zbulohet, mos të identifikohet, do ta respektoj vendimin e saj, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes me njëherë. E dashur, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt më keni dërguar një mesazh për një histori që unë kam trajtuar për një nën të zhdukur. Bëhet fjalë për Mariana Begaj. Po. Do më thëmë se ju jeni ndjerë keq kur e keni dëgjuar historinë e Marianës, ndërkohë që ne u gëzuam që ajo nën u gjet. Ajo e gjendur ishte, se e dini shumë i familjarëve se ku ishte, po mënyra se si ajo nuk fliste me ta. Ju jeni familjar i Marianës? Jo. Por çfarë e keni Marianën? Unë jam familjare nga në ish bashkëshortit. Jeni familjar nga ish bashkëshorti i Marianës? Po. Po, sepse motra e Marianës, Mariola, që ka denoncuar humbjen e Marianës, por dhe vetë Mariana ka treguar që ka qenë e dhunuar nga bashkëshorti i saj në Vlorë. Ka qenë e dhunuar ajo nga bashkëshorti, apo bashkëshorti ka qenë nga Mariana dhe nga vllai Mariana që ka ngoditur me spat në kokë. Ju çfarë keni ish burrin e Marianës? E kam kushuri. Por ka edhe një denoncim në polici që Mariana ka bërë ndaj ish burrit të saj. Nuk është një denoncim, se këto janë mashtrimet e tyre. Janë shumë denoncime në polici. Se Mariana ikte dhe lindte fëmijët, nga 3 muaj, nga 6 muaj. E dashur, por kush është historia e Marianës me ish burrin? Historia e Marianës ka qenë fillim fare punonte kamariere në lokal. Në Vlorë. Që s'ka gjë të keqe të punosh dhe të fitosh para. Jo, nuk ka gjë të keqe. Aty si është, domethënë, kushuriri, domethënë, vende me shoqërinë e tij, pinte pas pune. Po. Domethënë, vende shpesh, frekontonte shpesh atë lokalin, ku punonte Mariana. E qartë, i vinte burri. Po. Aty. U njojtës 2 ditë. Ditën e tretë, kështu janë. Mariana është njohur me burrin e saj në këtë lokal që ai ka punuar. Po. Ditën e tretë, kushuriri e merr e çon në shtëpi. E qartë. Dhe në mbas ditës del kushuriri me gjithë Marianën dhe shikon djalit tezës të ish burrit të Marianës. Po. Dhe ai kishte patur kontakte. Kontakte të fshashapura, kontakte seksuale. Me Marianën. Mariana ka pasur një marrëdhënie me kushuririn e burrit para se të martohej. Po, me kushuririn e burrit, me krushkun, të largët. Po. Ka qenë domethënë histori shumë e kompleksuar në gjithë fisin. Domethënë kanë qenë një grup muzikantësh këta. Mirë, por gjithsesi nuk mund të paragjikosh një femër që ka patur një lidhje dhe është Nuk mund të them lidhje. Nuk mund të them lidhje kur do të dalin të tërë njerëzit në një kohë. Unë tani neve jemi bashkë, unë, ti, dikush tjetër. Jemi grup në një tavolinë. Me vizitësh me radhë, ditë për ditë nga një, unë nuk mund të them dashuri kësaj. Ju po më tregoni që Mariana Begaj ka bërë një jetë jo fort të mirë. Të shturur. Por kushuriri juaj kur e mori për grua e mësoi këtë gjë. E mësoi që ditën e tretë e ka mësuar. I ka thënë djalit tezës së tij që çfarë e ke këtë? Grua i ka thënë. Domethënë grua hajde, se tani çdo njeri mund të jetë enjë të 100-tave. I hedh një saplakuj edhe lahet, edhe vete pastër dhe mund ta mbash. E kupton, mund të krijosh familje. Po, edhe ai krijoi familje, sa ta sollën një jetë. Ai krijoi familje. Ditën e tretë në shtëpi, ditën e tretë që Mariana ka ardhur të fshashapur, ka kryer marrëdhënie me burrin, dhe ditën tjetër në mëngjes është ngritur dhe ka dalë shazane 3 muajshe. Tani ç'a mund të jetë familje, mund të jetë kjo?
Pse fëmijën e parë që ka sjellë në jetë nuk është babai biologjik kushuriri juaj? Jo. Dhe prap, ata e kam pranuar. Në keqardhja që kam patur, e kam pranuar. Tani, si mund të ngrihem unë për të lyer, për të pispillosur, të vëllezë unë të takoj shokun e burrit dhe t'i them unë, më jep 40.000 lekë, sa ai s'më bie lekë të habu, apo të bëj kështu. Aja e vjera nuk e linte. Por, e dashur, sa vite martesë bëri Mariana me burrin? Mariana mund të ketë bërë diku 5-6 vjet. Dhe në këto 6 vite martesë, ata sollën në jetë 3 fëmijë. Po. Po si vazhdoi jetesa e tyre? Pra ajo ka ardhur shtazan, ata e pranuan, ju si familje e pranuat fëmijën, e quajtët fëmijën tuaj, dhe pse ajo, le të themi, e kishte nga një marrëdhënie jashtëmartesore, çfarë ndodhi në martesën e tyre? Kështu e linte fëmijët nga 2 muaj, nga 3 muaj, ja mbante e vjera, ikte paratë të fëmijëve, kthenin prap. Si ikte? Se tani se kuptoj që Ikte në shtëpia. ikte dhe punonte dhe vinte apo? Po, ikte punonte dhe vinte, po jo me mirë kuptimin e ish burrit apo me të ish vjerrës. Po mirë, si e mbante burri? Se një marrëdhënie që nuk shkon. Për hatër të fëmijës deri në momentin. Dhe në momentin që Mariana do të ta bënte këtë punë shumë të madhe, se Mariana filloi hyri vetja në qef. Do të ikte në Kosovë, në Lidia 24 vjeç. Se ky muhabet nuk ka tani. Ajo u dashurua me një person nga Kosova? Jo. Shqiptar nga Vlora, nga një fshat i Vlorës. E qartë, dhe çfarë ndodhi? Dhe çfarë ndodhi, Mariana iku me atë. Dhe i kalon fëmijët si të them unë ty, e ftoi të vlla në Vlorë. Po. I vllai doli me kunatin. Me ish burrin e Marianës, i vllai Marianës me ish burrin e Marianës. Dolën dhe kur vjen në shtëpi, fillojnë konfliktet nga Mariana. Sepse në debate sipër, ngrihet i vllai Marianës e ka goditur me spat në kokë. Ka qenë me 25 të qepura ushuriri në kokë nga i vllai Marianës. Sepse Mariana më ka treguar, por dhe motra e saj Mariola, që Mariana ka qenë një grua e dhunuar tek burri i saj në Vlorë dhe shkaku që ajo largua dhe u zhduk ishte pikërisht dhuna ndaj atij, sa ai e përndiqte. Jo, e ka shumë gabim. Ai ka familje tjetër. Ai tani ka familje tjetër dhe të them të drejtën, ish vjerën e Marianës. Ai ish punat, ish burri Marianës nuk ka kontakte fare me fëmijët. E fëmijët Mariana e hoqi të drejtën. Se gjëja sigurisht ka dhënuar edhe te fëmijët. Kur ai fëmijët i bante Kalipeçi. Pra gjykata i ka hequr të drejtën babait që të takoj fëmijët. Po. Po si mendon ti, gjykata nuk heton fare, prokuroria nuk heton dhe gjykata merr një vendim pa u hetuar ngjarja dhe të vendosi që nëna të marrë kujdestarin dhe babait i hiqet e drejta? As nëna nuk e ka kujdestarin dhe nëna e ka braktisur fëmijët. Mirë. Marrin ish vjerën e Marianës për të marrë, gjyshja të marrin fëmijët. E dashur, në fillim kur ka ndodhur divorci, kujdestaria i ka ngelur Marianës fëmijëve. Kujdestaria kur zbën ndaja, ish burri Marianës ka qenë brenda. Por pse ai përfundoi në burg? Se në debati që bëri me Marianën edhe me të vllain e Marianës, të dy kanë qenë në burg. Dhe vllai i Marianës edhe ai. Jeni ju në djeni të ngjarjes çfarë ndodhi atë ditë, atë mbrëmje që Po, kjo ka qenë. Në debate sipër në familje, në çdo lloj familje ka, nuk ta buka i. Po, debati për çfarë lindi? Për tradhtinë e Marianës apo konflikte të tjera? Po, se vjen shoku i tij dhe thotë që po ti nuk të vjen zori sa që gruaja të kërkon lek në përshokita. Për të lyer kokën, për të bler lapsa, për të piskillosur. I linte fëmijët me nder të qurret, me velinën pa ndruar. As gatuante, as punë bënte, as tutja, ashtu vetëm të lyesi piskillosur, i mbante fëmijët në çelës. Dhe kërciste ikte. Por çfarë ndodhi? Në momentin që shoku erdhi në shtëpi dhe i tha këtë gjë bashkëshortit të Marianës, ky i fundit e ka goditur Marianën? Po, dhe ja ka thënë që të vllajt, po. Dhe i vllai e ka goditur dhe aty pastaj janë acaruar gjërat, dhe i vllai Marianës ka marrë spatën e ka goditur.
Pra, ka ekzistuar dhuna. Mariana është dhunuar nga bashorti, nga ish bashortja. Edhe nga i vllai në atë moment janë në atë dy, pasaj të dy, domethënë i vllai Marianës me gjithë kushuri kanë pasur konflikte të dy dhe ai ka marrë spatën e ka qelluar. Domethënë i ka thënë një fjalë merre këtë, që s'është për mua. Dhe aty vllai pasaj ka marrë spatën e ka goditur. Ngjarja ka qenë goxha e rëndë. Po. Përfundoi në burg burri i Marianës, ish burri i Marianës dhe ai u dënua për dhunë në familje me sa vite? Diku me 2 vjet mos gaboj. 2 vite heqje lirie. Në këtë moment ata janë ndarë? Po, kur ai ka qenë brenda. Por çfarë ndodhi? Mariana mori fëmijët dhe iku. Mariana ka ikur, ka ndërtuar në një qendër sociale që është në Vlorë. Te gratë e dhunuara. Po, nga aty nuk e mbanin dot më dhe kanë ikur në Tiranë. E dashur. Ishte femër e papërqendrueshme. E dashur. Ishte femër, po. Ju jeni grua, nuk e di, je nën? Po. Edhe unë jam nën. Po e di. Nuk jam këtu për të mbrojtur Marianën. Në mënyrë absolute unë nuk e njoh Marianën. Mariana ka ardhur si denoncim, si një grua, si një nënë e zhdukur që fal Zotit u gjet dhe ishte në Kosovë. Jam këtu për t'i dhënë zë të gjithë njerëzve të cilët kanë nevojë për ndihmë. Por dua të bëj një pyetje të sinqertë. E kuptoj që ti je palë e familjes së ish bashortit të Marianës. Nuk mbaj as në një. Unë dua të drejtën e fëmijëve. Fëmijët o të qëndrojnë nënës o të qëndrojnë babait. Unë nuk mbaj as në kushuri dhe as në Mariana. Por thjesht fakti që Mariana, le të themi, është vendosur në një qendër të grave të dhunuara. Pra është vërtetuar nga ajo qendër që është një grua e dhunuar. Thjesht fakti që ish burri i saj u dënua me 2 vite heqje lirie për shkak të dhunës ushtruar në familje, dhuna ka ekzistuar. Ndoshta Mariana mund të jetë gruaja më e keqe në këtë botë, por askush nuk ka të drejtë të ngrejë dorë. Ka divorc, prandaj ekziston divorci. Nëse kushuriri juaj nuk ishte i lumtur me Marianën, kishte zbuluar se ajo e tradhonte të divorcohej, por aman jo ta dhunonte. Dhe ky është gabimi i gjithë burrave shqiptarë që nuk arrin do ta kuptojnë që gruaja nuk është pronë që ne godasim e dhunojmë sa herë të duam. Nuk e do divorcohu. Po shumë bukur dhe unë jam femër dhe unë po të them tani sinqerisht nëse unë të kem dhunë nga burri nuk e duaj nëse unë e pranoj dhunën ta mbaj burrin ashtu siç është do ta mbaj dhe nuk ndihem ama po se donte pse siku si ishte nga 3 muaj nga 2 muaj edhe i rinde fëmijët ja bante e vjerra me gjithë kunatën e saj. Gjithsesi unë nuk jam pro që një nën të iki dhe t'i lër fëmijët e vetëm, Po tani, ja oj të drejtën babait si fëmijë. Ata 2 fëmijët e mëdhenj kanë kaluar gjykatës, ata fëmijët e mëdhenj janë për pisim, të paktën çupa që është famër. Dhe do ndalemi dhe do të pyes e dashur për të ma treguar këtë histori, për të dëgjuar versionin tuaj, sepse unë di versionin e Marianës dhe nuk mund të them që atë që thot Mariana është 100% e vërtet. Por në momentin që ndodhi dhuna në familje, Mariana mori fëmijët dhe iku. Ç'a ndodhi? Pasi qëndroi në qendër nuk i mori fëmijët, siç kanë qenë në polici, thotë Mariana ka vajtur se s'kishte ku të vente. Se nuk e qashte njëri në shtëpi. Dhe u vendos në një stres të gratë dhunuara tek Streza Vatra, besoj në Vlorë. Po. Po fëmijët ku u strahuan? 3 fëmijët. Aty edhe fëmijët me Marianën. Me gjithë nënën. Sa kohë qëndruan? Kanë diku 6 muaj. 6 muaj. Ndërkohë, gjykata me çfarë motivi joqi të drejtë babait për dhunën e ushtruar ndaj nënës dhe fëmijëve? Po. I është hequr e drejta prindërore? Po. Por ai i ka dhunuar fëmijët? Jo. Mariana i ka dhunuar fëmijët. Jo ai. Jo se kushuriri im, po të flas si fëmijët e mi. Mua nuk më intereson as Mariana dhe as ai, më interesojnë fëmijët. Absolutisht, ata janë më të pafajshmit në të gjithë histori që ti po më rrëfen mes prindërve të tyre. Mariana e di shumë mirë që atë bushin se si e mbante ai në majtë të krahut, që ai e ndronte, ai e lante, ai të gjitha, jo se është kushuriri im. Mariana nuk ishte e drejtë, as për familje dhe as për fëmijë. E dashur, Mariana pasi doli nga qendra ka ardhur në Tiranë. Kështu më ka treguar dhe mua dhe më ka treguar konkretisht që kushtet ekonomike kanë qenë kaq shumë të vështira sepse babai nuk kontriboi asnjëherë për fëmijët. Unë vetë babai që drejta si
mund të kontribonte babai. Gjesi, unë e kuptoj që ligjërisht që i është hequr e drejta prindërore, por një baba që kërkon pafajësinë deri në fund, një baba që i do fëmijët gjen formën për t'i ndihmuar. Mendoj Po babai iku jashtë se nuk ishte jetë këtu. Krye familje iku. E qartë, por gjakun e tij e la këtu në Shqipëri, fëmijët. Po si që krijoi Mariana familje dhe i la fëmijët i braktisi. Mariana në djenin time nuk i la fëmijët dhe i braktisi. Jo, Mariana në momenti që ka vajtur në Tiranë, fëmijët kanë qenë të tre në shtëpinë SOS në Tiranë dhe Mariana ka ikur. Po pra, sepse Mariana ishte e vetme dhe nuk dua, vetëm të lutem, më mirë kupto, unë nuk dua të mbroj Marianën. Po si ishte e vetme kur e motra e kërkon, e jema e kërkon, e kërkonte. Atëherë të lutem. Se u bë paramet. Si ishte e vetme. Mariana me një rrogë nuk mund t'ja dilte dot e vetme në Tiranë, të pagonte drita, ujë, qira dhe të ushqente 3 fëmijë të mitur. Por mos i nuk u shëzën e jema, si që ta e modra, si që kishtë dhe jema, ja kisha hapur dere me mira herë. Atëherë të lutem, për mos t'i lënë në rrugë fëmijët, ajo mendoi t'i drejtohesh institucioneve. Kërkoi ndihmë tek institucionet, sepse këto shtëpi jetimore që janë hapur pikërisht për ato nëna që nuk kanë mundësi t'i mbajnë. Dhe fëmijët mos u braktisen. Dhe ajo i ka lënë të 3 fëmijët jetimore dhe ka pasur kontakte me fëmijët. Jo, e ka shumë gabim. Kontakte deri në momentin që ajo u largua nga Shqipëria i ka pasur të rregullta me fëmijët jetimore dhe këtë gjitha me përgjegjësi. Mariana në momentin që ka ikur në Tiranë me gjithë fëmijët, Mariana ka ikur direkt për Kosovë. Mariana ka qëndruar për një kohë në Tiranë, ka lënë fëmijët jetimore dhe më pas është larguar drejt Kosovës, ku humbi çdo lloj kontakti më pas edhe me motrën, edhe me gjithë familjen e saj në Berat. Të them të drejtën? Po. Unë e kam ndjekur Marianën në çdo rrjet social. Mariana o ta bën me emrin e saj, o me emrin e djalit, po me anë të mbiemrit, unë ja gjëja rrjetet sociale. Dhe Mariana e para punës një aksident nuk ka bërë. E dytë e punës Po. ka qenë në Zvicër. Nga Zvicra ka qenë në Kosovë, nga Kosova në Zvicër. Këtë punë ka bërë Mariana. Nuk ka bërë aksident Mariana. Se një njeri që të kaloj në të rrinë në kome dhe të ketë kujtesën aq të fortë, jo, e ka shumë gabim. Mirë, ne nuk kam me data dhe me muaj që Mariana bënte kërcimet nëpër TikTok, se tani ka mbyllur. Unë të kam çuar dhe video. E qartë, është vërtet që më ke çuar dhe video. Unë nuk mund të paragjykoj jetën e një gruaje që Po një nën që braktis fëmijët dhe të dalin ashtu nëpër TikTok që nuk është nën. Po mirë. Për mendimin tim. Fëmijët janë jetimore dhe fatkeqësisht nuk rriten as me nënën as me babain dhe kjo është ajo që të dhëm më shumë. Fëmijët. Fëmijët. E dashur, por babai nuk ka tentuar asnjëherë të marrë një informacion për fëmijët? Po, ka dërguar tjemën. Dhe tani për vitin e ri e ka marrë çupën. Fëmijët është çupa 12 vjeçë, po vetëm çupën i ka lënë, se 2 fëmijët e mëdhenj nuk e ka lënë, se 2 fëmijët e mëdhenj i ka shteti. I është hequr e drejta dhe Marianës nga 2 fëmijët e mëdhenj. Por fëmia e vogël nuk është hequr e drejta? Akoma. Pra babai ka humbur të drejtën për takuar 2 fëmijët e mëdhenj. Po, edhe babai edhe Mariana i ka humbur. Ndërkohë 2 fëmijët e mëdhenj, njëri prej tyre ju më thatë që nuk është ai babai biologjik. Nuk është babai ai dhe pak rëndësi ka, janë fëmijë. E qartë. Janë fëmijë. I ka rritur. E ka rritur. Por vajza që është më e vogla ka ardhur në shtëpinë e tuaj, në shtëpinë e babait. Po, për dhe për vitin e ri ka patur e gjysja. 10 ditë. Dhe si ka reaguar vajza? Më thëmë për tja ati se fletë bën. Për tja, po t'i flashish për tja, më thot nuk dua. Nuk ka dashuri për nënën e saj? Jo, i thot gjysja, s'më me merëm ti, i thot. Por gjysja është 74 vjeçë, nuk e mban dot. Po nëna nuk e ka takuar? Jo. Po babai i zhburi Marianës pasi doli nga burgu? Është jashtetit, dhe nuk i lejohesh të afrohesh te fëmijët. Ai flet vetëm në telefon. Po, kur e vete gjysja që e merr, flet. Por pse nuk e ka, le të themi, apeluar atë vendim gjykate, nëse ai është një babai i devotshëm, pse nuk apeloi vendimin e gjykatës dhe të kërkonte të drejtën e prindërimit? Pse e la ashtu? Gjykata i hoqi të drejtën dhe se nuk i dinte rregullat, ai siç doli që këtu asnjë javë iku jashtë. Iku jashtë, dhe siç tha Mariana që më ka bërë presion.
E ka shumë gabim që nuk i ka bërë presion që i ka thënë në firmën e fëmijëve. E ka shumë gabim se Mariana s'ka kontakte fare me atë. Jo, ajo ka kërkuar firmën e babait në atë kohë që kishte fëmijët për të dalë jashtë Shqipërisë, dhe ai ka refuzuar t'i japi një prokur. Jo, nuk e tha ashtu. E sa mua ai më ka kërcënuar, më ka thënë ose hajde në firmën, Po, ose do ndodhi diçka i ka thënë. Sigur i ka thënë ai para 3 muajsh ta. Më ka kërkuar. por pse jeni kaq e sigurt që kushëriri juaj nuk e ka kërcënuar? Se nuk ka kontakte me Marianën. Tani sigurisht ata nuk kanë kontakte, se u bë vite që janë ndarë. Po jo, ajo ka diskutuar që ka thënë para 3 muajsh, më ka kërcënuar. Por ju jeni e sigurt se u ka thënë ai? Se ndoshta nëpërmjet rrjeteve sociale edhe mund të ketë ndodhur. Në momentin që unë kam parë emisionin, unë ja kam dërguar kushurit, ja kam dërguar edhe ti jo mëse kushurit, dhe të vllajt e kanë dëgjuar si histori, dhe i kam thënë që unë i kam shkruar se nuk më pëlqen, se në radhë ta jam nën vet, nuk mbaj anën e asnjërit. Nuk dua të di fare për njeri. Unë jam më keq për fëmijët. Dhe si ka reaguar ish burri i Marianës kur e ka parë Marianën? Nuk kam folur fare ta. Unë që në momentin që andaj që kam qenë brenda ta nuk kam folur fare me të. Dhe plus sa unë kam familje tjetër, sa nëse mua sa, ajo sa më kërkon sa që të bësh çdo gjë sa. Për fëmijët sa po sa unë i marrja me gashën timar. Pa nuk vjen dot në Shqipëri sa ish me pasaport. Do dohet Dhe për në Shqipëri ai jetë këtu. Do dohet I përcjellni një mesazh ditën e sotme Marianës? Unë Mariana vetëm t'i them që nëse nuk e mban dot çupën, se është çup, nuk është mashkull, është femër. Flasim gjithnjë për vajzën e vogël që Për vajzën, se çunat janë çuna do rriten. Po vajzë tjetra, do marrë rrugën e keqe. Edhe 3 vjet, 4 vjet do thëm 18 vjeç do dalin nga institucioni, ku do vej? Pra mesazhi juaj është që ajo t'ia dorëzoi familjes së ish-burrit. Nëse se mban dot le ta dorëzoj. Por nëse vajza mbush 18 vjeç, vendos vetëm kë do jetojë. Babai pastaj ka të drejtat e plota të takojë, dhe pse është në gjykate, bie poshtë. Vajza mbush moshë madhore dhe ai baba mund t'i takojë fëmijët. Po normale, ata dhe tani, si vjet nuk I mori dot gjyqja, se vjet I mori të 3 fëmijët. Si vjet u ishte drejta për 2 fëmijët e mëdhenj. Fëmijët e mëdhenj sa vjeç kanë shkuar? I madhi është 16, tjetri është 14. Ka 12. Duhen edhe disa vite që ata të arrijnë moshë madhore dhe më pas le të themi mund të takohen lirshëm me babain e tyre. Realisht në histori të tilla, pavarësisht më vjen keq për një grua të dhënuar, por edhe për një baba që mund të ketë zemrën e lënduar se nuk takon fëmijët, por ajo që të dhëm më shumë janë fëmijët, ata që realisht përjetojnë janë të pafajshëm. Dhe për 3 fëmijët e mitur të këtij çifti, sinqerisht më vjen keq që për ironi të fatit, me prindër gjallë, po rriten jetimore. Me sa dim neve, me sa kemi dëgjuar neve, me sa na kanë thënë, nuk janë 3 fëmijët e parë që Mariana ka braktisur. Thonë që ka dhe 2 fëmijë të tjerë I ka çupa, I ka më të rritura, dhe ato I ka braktisur. Me sa na kanë ardhur neve në vesh. Mariana mund të qenë e martuar përpara dhe ka dhe 2 fëmijë të tjerë. Po, me sa kemi marrë vesh neve, me sa na kanë thënë, ne se jemi interesuar. E qartë, gjithsesi është jeta e saj, nuk do hyj në këto detaje, por nuk më intereson ajo, ma më intereson për këto. Nuk më intereson për ato. Po them që është, domethënë, çfarë na kanë thënë? Gjithsesi, nëse babai dhe nëna nuk janë të afta apo nuk munden të jenë pranë tyre, më mirë të rriten në institucion, ata fëmijë janë më të sigurt aty se sa mund të përfundojnë. Po, mos e gënjej, mos e di aludime vetëm për, domethënë të edhe fajin vetëm njëti, edhe fajin vetë së ti, dhe unë mund të dhe unë kam fajet e mia. Me di ke fajet e tua. Ti si në dhe unë si baba. Për ata fëmijë. Asi nuk I mbajtë dot, asu nuk I mbajtë dot. Gjithsesi unë të falenderoj që reagove, tregove një version të kësaj historie, gjithnjë duhet e vërteta nuk fshihet. Normale. Kështu që uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira për fëmijët e vegjël. Mariana është e rritur, ish-burri I saj janë të rritur, kanë filluar jetën e tyre, por mos të harrojnë që janë 3 fëmijë që kanë nevojë për ata dhe u bëft më e mira për ata. Po, ato dua dhe unë. Të falenderoj e dashur, të falenderoj. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kjo ishte një histori e dhimbshme e një çifti
në konflikt, të akuzon njëri tjetrin për tradhtim, ndarje, divorc dhe fati 3 fëmijëve të vegjël që me prindër gjallë përfunduan në jetimore dhe urojmë të bëhet më e mira për ata. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.